Rrugëtimi i Shqipes së shkruar Kongresi i Manastirit. Ky ishte aktiviteti që organizua këtë të njëjtë në kineman e qytetit të Vlorës në bashkëpunim edhe me studiues dhe profesor të njohur të Universitetit Ismail Qemali. Dokumentari është ndjekur nga student, intelektual dhe nxënës të shkollave të qytetit. Studiuesi i njohur profesor Dr. Bardosh Gançe në këtë dokumentar historik është shprehur ndër të tjera se Kongresi i Manastirit vendosi një standard të ri për atë që i kërkoi Shqipërisë në fillim të shekullit të 20. Gançe vlerësoi botimet e shtypit të kohës me alfabetet e ndryshme të Shqipes. Kongresi i Manastirit ishte pika nevralgjike që vendosi një standard të ri për atë që i kërkoi shoqërisë shqiptare në fillim të shekullit të 20. Por përpara Kongresit të Manastirit ne kemi abetare, alfabetare, përpjekje të mëdha nga shoqëria biblike e Londrës, nga Konstantin Soparojdi, nga Jani Vreto, nga Sami Frashi dhe vjetra të tjerë që botuan abetarët e tyre, por një rol të madh ka luajtur shtypi i kohës, që 1880, e më pas kemi mjaft gazeta, ka 25 gazeta që janë botuar në gjuhën shqipe, po kuptohet me alfabetet të ndryshme të Shqipës. Kodifikimi i tyre ndodhi me Kongresin e Manastirit. Pas takimit të Stambollit, ku vepronte një komitet kombëtar i cili kishte në krye Sami Frashin, Hasan Tasimin, Ismail Qemalin, Pashkollasin e tjerë, që hodhën bazat e para se si duhej zhvilluar dhe pasuruar gjuha shqipe. Por nuk duhet të harrojmë se modelin e parë e dha Kongresi Korelianus me Deratën dhe Arbresh 1895, të cilët dhe ata kërkonin të njësojë gjuha shqipe dhe të kishte një alfabet të vetin për të shkruar më mirë veprat që botonin në italian. Dokumentari Rrugëtimi i Shqipes së shkruar Kongresi i Manastirit është realizuar me dashuri dhe përkushtim nga metodistët e Qendrës së Kulturës në Bashkinë e Vlorës, një udhëtim frymëzues në historinë e Shqipes së shkruar dhe Kongresit të Manastirit. Për televizionin 6+1 Vlora, flet më gjerësisht metodisti i Qendrës së Kulturës Gentian Maka. Një dokumentar mbi gjuhën e shkruar shqipe, një udhëtim të saj në shekuj që nga lashtësia deri në epokën moderne, duke kaluar të gjitha etapat historike që nga lashtësia gjuha shqipe midis dy civilizimeve të mëdha antike, Greqisë së lashtë dhe perandorisë romake, më pas duke shkuar në periudhën e mesjetës në epokën e lavdishmit të Skënderbeut dhe te ata klerik latin që filluan të idhin napat e para të gjuhës së shkruar shqipe, deri te ai momenti i formulës së pakëzimit të kryepeshkovit Durrësit Palëngjillit. E më pas duke filluar me Pjetër Bogdanin, Pjetër Budin, Frank Bardhin, të cilët krijuan vepra të rëndësishme për letërsinë në gjuhën shqipe. Për të gjithë ata që nuk patën mundësi që ta ndjekin nga afër këtë dokumentar shumë interesant, Qendra e Kulturës do ta transmetoj përsëri në kineman e qytetit më 25 nëntor ora 11. Ndaj ftohen të gjithë qytetarët dhe të apasionuarit pas historisë dhe gjuhës që të ndjekin këtë dokumentar. Metodisti Gentian Maka ka një ftesë për të gjithë. Ky dokumentar do të ritransmetohet përsëri në datën 25 nëntor në orën 11. Aktiviteti Rrugëtimi i Shqipes së shkruar Kongresi i Manastirit, i cili u përmblodh në një dokumentar realizuar nga Qendra e Kulturës në Bashkinë e Vlorës, vjen edhe në kuadër të javës së aktiviteteve me rastin e festave të nëntorit.